disa protokolle që i ka mjeku i familjes edhe mjeku i konsultorit, rastet e veçanta kur nuk duhet bërë vaksina, kur ka sëmundje që është duke përdorur kortizonik me doza të larta dhe të zgjatura, kur është me temperaturë, sepse ka kryqëzim, po, dhe disa sëmundje të cilat i di mjeku, bën një vizit, pra një fëmijë nëse ka kaluar një katar stinor dhe 2 ditë më mbrapa ai është i qetë, është aktiv, nuk ka shenja sëmundje, mund ta bëj vaksinën. Para vaksinës duhet ketë parasysh tek vendi i injeksionit ka në qarkullim, në farmaci pomada që qetësojnë dhimbjen. Mëtej, mbas